Përshëndetje miq të shëndetit dhe mirë se erdhët në këtë episod të podcastit ku do të flasim për shtatzanin gjatë derës me sfidat me të cilat përballen gratë që janë shtatzan. Për të folur në lidhje me këtë temë ne kemi të ftuar doktoresh profesoresha asociuar Eda Bilykbashi, mjeke ginekologe, e cila do të ndajë me ne informacione dhe këshilla të rëndësishme për gratë të cilat janë shtatzan dhe mund të përballen me sfida gjatë kësaj periudhe. Doktoresha, faleminderit që pranuat ftesën për të qenë me ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën tuaj. Mendoj që është një temë shumë interesante, sepse janë pyetje të cilat mua mi bëjnë në përditshmërinë e punësim me paciente shtatzana, sepse është sezoni plazhi, duan të lëvizin, duan të shkojnë në det, duan të shkojnë në pishina, duan të rinë në diell, por gjithmonë kanë dëshirën, po kanë frikën, që kështu ca informacione të cilat ne do t'i ndajmë sot, besoj se do t'i bëj shumë mirë gjitha pacienteve dhe auditorit që do na dëgjojë. Doktoresha ju tha që vërtet periudha e verës është një periudhë që duhet shijuar, por gratë shtatzana, a ka sfida me të cilat ato përballen gjatë kësaj periudhe? Nuk mund ta them sfidë, janë thjesht kujdes më i madh që duhet t'rregojnë gratë shtatzana nga gratë jo shtatzana. Unë kam një shprehje dhe u them pacientëve shtatzan, çfarë do t'i bësh fëmijës tënd kur mos ta kesh në bark? Do t'i bësh dhe fëmijës tënd tani që t'i e ke në bark. Pra, kujdesi, siç është për një fëmijë të vogël, u doq, i kaloj era rrymë ajri, të freskët, të nxehtë, ujë me shumë krip, ujë me pak krip, ujë me klor, ujë pa klor, të njëjtën gjë u themi dhe pacientëve shtatzana që të kenë të njëjtin kujdes për veten e tyre. Kujdesi që do ketë, pra jo sfida. Sepse kur e them një sfidë duket si fjalë shumë e madhe dhe i trëmbim gratë thonë që nga sfidë të shkosh në plazh dhe po mendojnë sikur po bëjnë ndonjë çudi të madhe po të shkojnë. Duhet të jenë të kujdesshme për orën në të cilën ato duhet të rinë në plazh. Do të thonë, ne rekomandojmë gjithmonë oraret përpara orës 10 dhe pas orës 5 mbasdite, kur rezatimi UV është më i pakët dhe nuk kep efekte anësore. Gjëja që është më e rëndësishme që ne ua themi pacienteve është mos të rinë për një kohë të gjatë në nxehtësi, sepse nxehtësia vetë që ato mendojnë se thjesht e kam për të marrë pak ngjyrë, për të bërë pak abroncatur, ka të bëjë me pjesën e dehidratimit. Dhe ajo që i bën dëm një gruaje shtatzan nuk është djegja në vetvete, që pra gratë e masin e njësojnë dëmin që i ka bërë të shkuarit në plazh me skuqjen që ka trupi, nuk është skuqja në vetvete e lëkurës, po është dehidratimi që i ndodh organizmit dhe përjedhoi të gjitha ndryshimet elektrolitike që ka pacientja në trupin e vet. Doktoresha ju thatë që një grua shtatzan mund të shkojë në plazh, po mund ka të shkojë në periudha plazh, të caktuara kur duhet të rrinë në diell. A ndryshon kjo nga muaj në muaj të shtatzanisë apo të gjitha njësoj? Atëre, sigurisht që 3 muajin e parë të shtatzanisë duam sa më pak rezatime, sepse është faza e formimit të bebit. Ashtu siç 3 muajt e shtatzanisë kanë patologjitë e tyre bashkëshoqëruese në varësi të situatave, edhe plazhi, edhe dielli, dhe pishina, dhe deti bëjnë problematikat e tyre në varësi të 3 muajorëve të shtatzanisë. Në 3 muajin e parë themi kujdes mos rishum në diell sepse rezatimi na indikon në pjesën e problemit të formimit. Pra duam që t'jemi sa më pak të indikuar. Pastaj 3 muajori i dytë i shtatzanisë dhe i treti nga dehidratimi, pra po e theksoj. Pra, sepse pacientët thonë që ka merakull sepse nga të shkuarit në plazh mund të rritet risku për të bërë abort ose rindje para kohe. Nuk ka lidhje, do të thonë 100%, pra kemi një rritje të shansit për të pasur problematika, por jo drejt për drejt se ti vajte në plazh, por nga dehidratimi, sepse dehidratimi rrit shansit për të pasur kontraksione të mitrës dhe përjedhoi kontraksionin përkthehet o me rrezik aborti o me rrezik lindje para kohe. Dhe kjo është arsye që ne u themi gjithmonë pacientëve, ti mund të shkosh në plazh, të rish në diell në kohën përpara orës 10 që diskutuam dhe pas orës 5, të hysh në det apo në pishin, por të mos kemi diferenca të mëdha të temperaturave nga nxehtësia e madhe që ke te pjesa e hyrjes në ujë, sepse krijojnë spazma të forta. Pra, edhe qëndrimi në diell ka kujdesin e vet, orët e veta dhe sigurisht që themi sa më shumë në hije, por edhe futja në ujë ka ca limite për pjesën e temperaturave. Pra, hyjet në mënyrë graduale në ujë, me idenë që të ulet temperatura, pra rritet qarkullimi, pra të qarkullimi i gjakut, në momentin që fusim këmbët, freskojmë duart, freskojmë qafën, freskojmë fytyrën, kemi një lloj adoptimi gradual të temperaturës së ujit me temperaturën e trupit dhe pastaj futemi në ujë. Sigurisht që deti bën shumë mirë, pishina bën shumë mirë, por sigurisht pishina të kontrolluara. Sepse është më e rrezikshme pishina se sa deti dhe çfarë kujdesi duhet të tregojnë gratë?
Plazhin mund ta bësh ku do duash, si në det, si në pishinë. Kush janë elementët që unë u them pacienteve, të jenë pishina të kontrolluara, të mirëmbajtura, dhe që niveli i klorit të jetë i kontrolluar. Jo siç hidhej dikur dhe bëj disinfektime, merri gushtin me klor, hidhem mbi pishinë dhe themi e disinfektuam. Pra, kur janë pishina të kontrolluara, të mirëmbajtura, sigurisht që nuk është asnjë problemi. E dyta, edhe në det, sigurisht në vende të cilat uji i detit është i pastër, të sigurojmë që s'kemi derdhje të ujrave të zeza, sepse jo në çdo vend ku mund të bësh plazhin e kemi të sigurt pastërtinë e vendit ku lahemi. Dhe ajo që u rekomandoj, jo vetëm pacientëve shtatzan, për të gjitha gocave grave në përgjithësi në plazh është mos të qëndrojnë për një kohë të gjatë me rrobat e plazhit të lagura në trup, sepse nuk është puna thjesht që ti merr një infeksion apo ke një problem, por ti rrit problematikat nga lagështia për mykozat dhe ne u rekomandojmë gjithmonë që të dalin nga deti, të shpëlarën me ujë të ëmbël, uji ëmbël është uji i çezmës që normalisht dhe si nga deti si nga pishina, dhe domosdoshmërisht të ndryshojnë të mbatrat e plazhit. Sa më pak të rrinë me të mbatrat të lagura, aq më pak kemi shanse për të rritur problematikat e infeksioneve, sepse infeksionet gjatë plazhit nuk janë vetëm te gratë shtatzana. Janë të çdo mekanizmi i infektimit është i njëjtë, por te gratë shtatzana meqense dhe mekanizmat mbrojtës janë pak më të ulët, sigurisht shanset për të pasur problematikat e infeksioneve janë më të mëdha. Doktoresh, një dilemë tjetër që kanë gratë shtatzana dhe që pyesin shpesh është a mund të notojnë. Pra është i rrezikshëm notimi apo jo? Noti është sporti më i rekomanduar në shtatzani. Edhe kur pacientët ankohen për problemet e artikulacioneve, edhe kur kanë probleme të shpinës, sepse mbi pesha sigurisht jep një lloj deformimi, bën atë skoliozën karakteristike që ndodh në shtatzani dhe pastaj gjëra kthehen normalitet, dhe të qenurit duke bërë not, ato i lë pa peshë dhe ato ndjen shumë të relaksuar. Pra noti bën pjesë tek sportet më të rekomanduara. Biles ne u themi pacienteve edhe në periudhë dimri nëse kanë posibilitetin për të bërë not në pishinat të mbyllura, është mjaftueshme e rekomandueshme. Pra është një mit. Është mit. Ne nuk rekomandojmë në shtatzani sporte të cilat kanë riskun për të rrëzuar, kanë riskun për të përplasur, sporte të cilat bëhen në nxehtësi, vrapi i theksuar, pra këto janë gjërat që janë grave, që jam e sigurt që asnjë grua shtatzan nuk guxon të vrapoj, të bëj spring në shtatzani, po noti është absolutisht shumë i rekomanduar. Është shumë healthy, shumë i shëndetshëm. Dhe kush ka mundësi ta bëjë si në dimër si në behar, le ta bëj. Doktoresh, një tjetër pyetje që unë kam është për, ne folëm pak për të ekspozimin ndaj diellit në plazh, por në përditshmëri, por gratë që nuk është se 3 muaj të verës do bëjmë plazh. Dhe kur është koha që aty u rekomandohet që të qëndrojnë në diell, dhe kur bëhet e rrezikshme qëndrimi në plazh, kemi të drejta të themi që shikoj jemi pushime, edhe në këtë orë dil dhe në këtë orë mos dil. Por kur janë në përditshmërinë e tyre, kur shkojnë në punë, kthehen nga puna, nuk e kemi tagrin të themi do shkosh në punë në këtë orë, edhe mos shko në këtë orë se kemi diell. Pra, ashtu siç është për çdo moshë të tretë që normalisht i bën problem për hipertensionin, ashtu që është problem për çdo fëmijë të vogël që dhe mos e mbaj shumë në diell se i bën dëm, ashtu është e për gratë shtatzana, sepse bëjnë probleme të hipotensionit. Pra kemi vazodilatacion, kemi dhe hipotension dhe shumë paciente në shtatzani, nëse rinë për një kohë të gjatë rrugëve gjatë beharit, jo edhe mos i bjerë dielli domosdoshmërisht, po thjesht temperaturat e larta japin gjendje të jo të mira shëndetësore me marrje fryme dhe me gjendje të dhe sigurisht u rekomandojmë gjithmonë të ecin në hije, gjithmonë të jenë në vende të ajrosura, të mbajnë shishe me ujë me vete, me ujë të ftohtë, që të hidrohen, sepse ai tham që gjëja e parë që ndodh kur kemi problematika të temperaturave të larta dhe të nxehtësisë, nuk është ajo skuqja që jep dielli, por është dehidratimi që normalisht i bëhet gruas, dhe ky dehidratim normalisht presh ato raportet dhe ekuilibrat, dhe kjo jep dhe problemin e riskut të kontraksioneve uterine. Duke qenë si jemi te dehidratimi dhe hidratimi, sa ujë duhet të pi një grua shtatzan gjatë periudhës së verës gjithmonë? Atëherë, ne në përgjithësi u themi pacienteve që duhet të marrësh 2-3 litra lëngje, mos ta themi ujë, mos ta përkthejmë thjesht ujë, sepse ti mund të hash një pjatë me supë dhe është lëng, ka ujë brenda. Mund të pish lëng fruta spremuto dhe prap ka ujë. Pra, rekomandohet gjithë normale 2-3 litra lëngje. Sigurisht, në shtatzani, momenti që kemi një jetë intese për jashta, në temperatura të larta, në diell, sigurisht rekomandohet në varësi situatës. Ajo që u themi ne pacienteve, se është shumë interesante kjo, njerëzit kërkojnë të marrin ujë kur kanë etje.
Por kur ti ke ngacmuar qendrën e etjes, i bie që ti je dehidratuar. Pra, e ka marrë komandën organizmi që ka mangësi të likideve. Dhe ne u rekomandojmë pacientit mos pritë të marrë etja që të fillosh të pish ujë, por bëje në planin e punës që her pas here të pish ujin, me idenë që mos ta lësh trupin në atë pikun kur thot organizmi që shiko, kem etje, duhet të pim lëngje. Lamuri kuq. Po pra, atëherë është me drita të kuqe kur ke etje dhe ne themi mos prit të ndihen llamat e kuqe, por direkt vazhdo në mënyrë të vazhdueshme të pish lëngje me idenë që të krijosh ato raportet e ekuilibrat e hidratimit. Përveç ujit dhe lëngjeve, a ka ushqime që ju rekomandohen grave shtatzana gjatë verës dhe ushqime që nuk ju rekomandohen? Shiko, ajo që do të them paraprakisht është, sepse ndonjëherë pacientet shtatzana e quajnë veten, nuk po i them paciente, gratë shtatzana e quajnë veten të sëmur. Shtatzania është fiziologji, nuk është patologji. Do me thënë, ndodhin ndryshime të tilla, të cilat adoptojnë trupin e nënës në mënyrë të tillë që të mbajnë edhe banorin të cilin po e rrisin. Dakord? Dhe ne kemi atë shprehjen në shtatzani, mos ha për 2, por pi për 2. Do me thënë, jo alkool, lëngje. Pra, pi për 2, pra në aspektin që shto sasinë e ujrave dhe të lëngjeve. Pra, nëse ti je person që ke pirë lëngje, se ti do të mbash trupin në formë, je marrë me palestër, e ke pirë në mënyrë të vazhdueshme, në shtatzani sigurisht do shtosh sasinë e ujit dhe të lëngjeve që do marrësh. Tani, e tham që është fiziologji. Çfarë na bën neve mirë? Çfarë na dëmton neve, ajo i bën mirë dhe dëmton edhe gruan shtatzan. Por sigurisht në shtatzani jemi pak më të kujdesshëm, sepse një patologji infeksioze e mbivendosur apo të barket vjella që mund të krijohen nga ushqime të cilat toksikojnë një grua shtatzan, sigurisht janë pak më të vështira për të trajtuar se edhe një pacient normal. Atëre, frutat janë të lejueshme dhe shumë të rekomandueshme. Perimet gjithashtu. Lëngjët e frutave të shtrydhura nëse s'kemi probleme me luhatit e glukozës, sepse shikojnë në dinamik gjërat, çdo pacient është i personalizuar, ajo që i bën mirë juve nuk më bën mirë mua. Dhe dikush mund të ketë probleme të hipotensionit, dikush mund të ketë probleme të hipertensionit, dikush ka probleme të intolerancës së glukozës, dikush është nën peshë dhe ka nevojë të marrë vlera energjetike dhe vlera kalorike. Që kështu është shumë personale. Megjithatë, kjo është ajo që pacientët përpara se të nisen për të bërë plazhin, bëjnë një konsult paraprake me ne dhe na marrin informacion për orët e qëndrimit në diell, për larjen në det apo në pishin, për shtesat që duhet të marrin, për ushqimet që duhet të marrin. Pra lam te pjesa e zarzavateve, tek frutat pa diskutim. Kosi është shumë e mirë, por qumshin të pa përpunuar sigurisht që jo. Mishin dhe peshkun me kujdes, sepse duhet të jemi të sigurt në vendet ku e ham të jetë i përpunuar mirë, sepse në temperaturat e larta ka shanset për të toksikuar, ashtu siç është edhe qumshi. Vezët gjithashtu kanë riskun për të toksikuar. Pra, gjërat e freskëta të ruajtura mirë në kushte frigoriferike rekomandohen. Gjërat të cilat kemi dyshimin që në një periudhë sado të pakët kohore kemi lënë jashtë frigoriferit dhe në kushte jo optimale të ruajtjes, është mirë që mos të përdoren. Doktoresha, ju përmendet pak më herët që një grua shtatzan duhet bëjë një konsult me një ginekologe përpara udhëtimit. Po edhe me mjekun e familjes, pra me mjekun në përgjithësi. Dikush që nuk e realizon një vizitë të tillë, a ka disa tips, disa këshilla që duhet i ketë parasysh përpara se të shkojnë në një udhëtim? Përpara se të niset për udhëtim, i rekomandoj të bëj konsultën me mjekun e vet që ndiqet, pra mund të jetë mjeku i përgjithshëm, mund të jetë mjeku ginekolog, mjeku i familjes, pra varet se kë mjek ka më afër për momentin, për të marrë informacion për gjendjen e vet të përgjithshme. Sepse e tham që çdo paciente ka problematikat e veta, të cilat gjatë shtatzanisë edhe mund të agravohen më tepër ose edhe mund të rriten si nivel problematikash. Shikohet pjesa kemi albumin uri, s'kemi albumin uri, që është albumin e urinës, shikohet problemet e tensionit, se sigurisht nëse kemi problemet e albuminës tensionit, ne s'mund t'i themi pacientes nisur në plazh. Pra, ka nevojë për të qenë. Shikohet problematikat, ka kontraksione, s'ka kontraksione, sepse një pacienti që ka riskun e lindjes para kohë apo të abortit, mund të themi shkon në plazh. Ka probleme, s'ka probleme të hemoragjive. Pra, janë element të cilët një paciente duhet i di përpara se të niset në plazh, por edhe në qoftë se kërkon të shkojë në Bregdet,
Pra, se plazhi nuk është thjesht, nuk kapet vetëm në rruga Erore. Plazhi kemi gjithë bregdetin e Shqipërisë si mund të shkosh. Ne u themi, të paktën të jetë e kapshme, e prekshme në rrugë toksore dhe mundoni të prenotoni dhe të qëndroni në shtëpira apo në hotele, ku normalisht kanë afër qendra mjekësore që mund të marrësh ndihmën e parë nëse ke nevojë. Se nëse shkon në një vend ku ti ke nevojë të bësh 3 orë rrugë me makinë për të zbritur për të pashur një qendër spitalore, nëse ke problem, sigurisht që nuk është vend i dur për të bërë pushimet kur ti je shtatzan. Pra janë disa gjëra shumë të vogla, po janë gjëra shumë të vogla, të cilat të ndihmojnë. Pra thjesht duhet të bësh më praktik. Pra kur ne u themi pacientëve thonë sikur çoç na the, në kuptimin e thonë me të qeshur, po e dinë, e mbani të mirë qen. Por pastaj kur I them po mirë më fal, ku e ke prenotuar hotelin ti për të shkuar? Atëherë po faktikisht se rruga natën s'është ndriçuar, po duhet kemi makinë se ne vajtëm na çuar me taksi, po e shikon them është pjesa që duhet të keni vende të cilat ty të aksesoj në mënyrë të drejtë për drejtë për të marrë një shërbim mjekësor. Sepse jo vetëm për pjesën je shtatzan, jo shtatzan, për prezencën e strukturave mjekësore afër mund të ketë nevojë çdo familjar I joti, I me fëmijë të vegjël, I me prindër me vete të moshave të treta që bëjnë probleme kardiake, pra nuk është puna që ti thjesht kesh maternitet afër, të kesh çfarë lloj strukture shëndetësore afër. Dhe ju çfarë gabimesh shikoni që bëjnë gratë shtatzana që mund t'ju rrezikojë jetën e bebes? Nuk mund të themi që rrezikohet jeta e bebes se vajte në plazh, sepse është too much, domethënë I bie që I trembin dhe nuk na vete asnjë grua në plazh pastaj. Ndërkaq ka nevojë që të bëjnë plazhin, ka nevojë të marrin rrezet e diellit, të sintetizojnë vitaminën D, po ka nevojë të relaksohen, po ka nevojë të marrin jodin, po ka nevojë të prekin rërën me këmbë sepse është një lloj relaksi dhe një lloj shkarkimi I komplet lodhjes vjetore, sepse I pret përpara lindja, I pret përpara pagjumësia që do lindi bebin, pra e meritojnë të bëjnë ca pushime përpara lindjes, sepse kanë një vit shumë të lodhshëm përpara ngritjen e bebit. Që kështu ne u rekomandojmë gjithmonë pacientëve tona që të bëjnë plazh, të bëjnë pushime, të bëjnë pushime sepse jo domosdoshmërisht pushimi përkthehet në plazh. Mund të vesh në pishinë, mund të vesh në det, mund të vesh në mal, po dhe kur vete në mal, ti vërtet mendon që e freskët, po dielli një lloj ke. Në kuptimin, pra mekanizmi se si ti e merr energjinë dhe se si ti skuqesh dhe digjesh, se si ti dehidrohesh është I njëjti. Thjesht nuk e ndjen atë nxehtësinë e madhe sepse je në lartësi më të mëdha mbi nivelin e detit dhe të duket sigurisht më freskët. Por ato rezatimin ti në mënyrë të një lloji të merr dhe në mal dhe në det. Tani më bëre pyetjen kush janë ato element të cilat pacienten e riskojnë për humbjen e bebit. Nuk mund të shkojmë deri te pjesa e humbjes së bebit. Pra vetëm nëse ato kanë rrezike, pra janë të patrajtuara, nuk e dim problematikat që mbartin, por që si kanë nga plazhi, kanë të tyre të shtatzanisë, sigurisht ato agravohen. Por një paciente që merr vendimin të shkojë familjarisht në plazh, jam e sigurt që është paciente që ndiqet nga mjekët. Pra, ato që marrin rrugën për të shkuar në plazh janë pacientë të cilat edhe ndiqen dhe trajtohen nga mjekët. Që kështu nuk mendoj që ka ndonjë element që them që kjo gjë aty të bën shumë dëm dhe mos shko në plazh se mund të rrezikojë jetën tënde apo të bebit. Se të gjitha marrin një lloj informacioni. Edhe sikur mos të vizitohen, të paktën në eksperiencën time. Do gresha unë do iki në plazh, se kam prerë biletën, ti si thuaj, ti iki? Edhe unë them që ti e ke vendosur, po s'ke bërë vizitën e radhës, që kështu do bëjmë vizitën, të shikojmë gjendjen tënde dhe pastaj të vendosim është kohë e përshtatshme apo jo. Por të gjitha pyesin faktikisht kur është koha më e përshtatshme dhe mundohen që midis korrikut dhe gushtit që janë shumë të nxehta, shumë të zhurmshme, kërkojnë të zgjedhin pushimet në qershor dhe në shtator, që janë pak më të freskëta dhe janë më të. Ju rekomandoni cilin muaj? S'ka, nëse ti plotson ato kriteret që para orës 10 dhe pas orës 5 nuk ka asnjë lloj gjëje. Sepse njeriu e gjen vetë, shikoni, nëse është temperatura 40-42 gradë, edhe ne ti themi grave shtatzan, dil për jashtë, bëj plazh, ta garantoj që s'do dali, sepse duhet të theksoj një gjë nga ana mjekësore. Në shtatzani, pacientët e përjetojnë shumë më tepër pjesën e nxehtësisë. Loja hormonale nxit pjesën e sensitivitetit. Në shtatzani gjithashtu shtohet volumi plazmatik, pra qarkullimi I gjakut me 40%, dhe kjo bën që fuqia pompuese e zemrës të jetë, pra të kemi ato rafet e shpeshta më të zemrës. Çfarë ndodh? Gjitha gratë shtatzane, po ti pyetësh on jemi duke përqafuar kondicionerin. Dhe një grua shtatzan që e përjeton shumë keq vapën,
edhe ti thua ti dil në diell, nuk ka shanse të dalë se nuk e përvellon dot. Që kështu janë ca selektime natyrore, janë ca zgjedhje, pra nuk ka nevojë që të jesh 100% i lexuar, të dish çdo lloj gjë që ndodh në shtazanin tënde, që të kuptosh kur do dalësh dhe kush do dalësh. Janë ca instikte, janë ca reflektime të trupit që të mësojmë vetë natyrshëm, po. Ju thatë doktoresha që një grua shtazan ka thënë po përqafoj kondicionerin, por cili duhet jetë raporti një grua shtazan me kondicionerin? Ai raport që kemi ne të gjithë me kondicionerin. Pra, kondicioneri mjafton që të jetë me filtra të pastruar, sepse gjithë meraku është që nëse nuk janë pastruar filtrat, fusin më tepër bakterje. Mos të ketë diferenca të mëdha të temperaturave brenda dhomës dhe jashtë dhomës, dhe mos të ketë korrente ajrit të cilat japin pjesën e sëmundshmërive pulmonare dhe të ftofet. Pra, kondicioneri si koncept nuk të bën dëm, mirë të bën. Sepse pacienti shtazan ka nevojë të jetë në kushte të freskëta, sepse sa më vap të jetë, aq më shumë problematika dhe edema, retensioni hidrik bën pacienti, dhe ne themi në vende të freskëta rekomandojmë gjithmonë. Por thjesht mos ri përballë kondicionerit dhe thjesht mundo të pastrosh filtrat e tjerë pasere me idenë që ajri që hyn të jetë sa më i pastër i mundshëm. Doktoresha, një problematik tjetër me të cilën përballen gratë shtazana është enjtja e këmbëve ose edema, siç përmendëm pak më përpara. Pse shkaktohet kjo dhe si mund ta lehtësojnë këtë problematik? Shiko, edemat janë fiziologjike në shtazani, për aq kohë sa nuk bashkëqoqërohen me albuminuri, pra me rritjet e albuminës, rritjet e tensionit. Dhe pacientëve ne u bëjmë gjithmonë pyetjeve, pra po shpjegoj njëri edemat çfarë janë, që pastaj dhe pacienti të kuptojë se çfarë. Ne pacientët do të themi këto edema apo fryrjen e këmbëve që ta kenë më të kuptueshme, e kanë dhe në mëngjes kur çohen nga gjumi? Dhe në qoftë se këto në mëngjes kur çohen nga gjumi nuk e kanë, atëherë janë thjesht nga mbipesha që merr gruaja shtazan, nga qëndrimi në mbikëm, nga temperaturat e larta dhe nga rritja e volumit të mitrës, të cilët komprimojnë vazet e gjakut që furnizojnë këmbët dhe përjedhoj, kthimi mbrapsht i gjakut që do të vijë nga poshtë e këmbët të njëjtet sipër, nuk është ai duri dhe kemi qëndrimi për një kohë më të gjatë. Dhe çfarë rekomandojmë ne? Kur qëndrojnë shtrirë pacientet, të vendosin jastëk dhe t'i mbajnë këmbët sipër. Dhe e bën që atë që nuk e bën dot fuqia pompuse zemrës, ta bëjmë ne duke mbajtur këmbët sipër. Por kjo është diagnoza diferenciale. Këmbët në mëngjes janë të shfryra, do me thënë që është thjesht nga qëndrimi më këmbë nga mbipesha dhe nga temperaturat e larta. Këmbët edematoze edhe në mëngjes të bashkëqoqëruara me tension të lartë dhe me albuminuri, atëherë sigurisht janë të lidhura me patologji dhe domosdoshmërisht ka nevojë të flitet me mjekun ginekolog, pa diskutim. Por mua gjithmonë kur më thon pacienti para se të vija tani këtu tek juve, më shkruan një pacient dhe doktoresha tha më janë hetur këmbët dhe më dërgon një foto. Dhe them unë ke qenë në plazh po. Do të thonë dhe është bare vogël. Gjithsesi, për të përjashtuar problematikat i thash, do bëjmë analizën e urinës, do masësh tensionin, dhe do vish do bësh vizitën, sepse ka tjetër impakt një vizitë nga syri mjeku dhe tjetër impakt se si e percepton ti edhe matin e tensionit, edhe qëndrimin, edhe edemat. Pra, ne japim vlerësimin në patologji apo është fiziologji. Pra, jo gjithmonë një grua shtatzën që i ka këmbët e fryra duhet ta marrë të mirëqenjë që është normale sepse jam shtatzën. Pra duhet të vërej edhe Jo, ka detaje. Pra, është normale apo nuk është normale, përcaktojmë ne mjekët. Pasi shikojmë dhe disa elemente të tjerë bashkëshoqërues. Pra, nuk mund të thuash jam shtatzën kështu do. Sepse ka ca shprehje që graton kështu ishte edhe mami im, kështu ishte edhe motra ime, se më ka thënë që është normale. Pra, mund të jetë normale. Por vizita të bën të kuptosh atë që është anormale, atë të cilën pacienti nuk e kupton dot. Po. Duke qenë se ne jemi gati në fund të intervistës, do doja nga ju 3 këshilla që duhet t'i jepje grave shtatzana që duhet t'i respektojnë gjatë verës ose t'i ndjekin gjatë verës. 3 këshilla të rëndësishme. Atëherë plazhin ta bën sepse u bën shumë mirë për shëndetin. Pra, mos ta neglizhojnë. Të vë në plazh përpara orës 10 dhe pas orës 5 për të eliminuar pjesën e rezatimit dhe ajo që unë i them është ajo pjesa që thash do pini për 2. Pra, hidrimin e kam shumë të rëndësishëm, sepse nga dehidrimi, nuk e di e preka që para apo jo, ndodhin kontraksionet dhe dehidrimi jep atë pjesën e rrezikut linjës parakohe apo të kontraksioneve për riskun e abortit. Dhe momenti që ti je i hidruar, pra konsumon sa më shumë lëngje, shanset për të pasur problematika i ke dhe më të vogla.
duhet pa diskutim të lyhen trupin dhe fytyrën me krem me mbrojtje. Minimumi kremit që mund të përdorin është 30, pra 50 do ishte shumë mirë, ka dhe 100 që përdoret për fytyrën. Sepse në shtatzani, edhe pa dalë në diell pa vajtur në plazh, janë këto melazmat, janë këto njollat e shtatzanis të cilat gratë shtatzan në përgjithësi i kanë, por dielli ua thekson më tepër. Marrja e kremrave mbrojtës, do isha shumë partizane krema mbrojtës, por që të kenë dhe oksid zingu, sepse e lejnë të përthirret më pak pjesën e rrezeve të diellit, i mbron ato nga pjesa e melazmave, por edhe nga skuqja dhe nga djegjet, sigurisht. Në lidhje me njollat në fytyrë ose melazmat, se po e melazmat, më të thjeshtë. Njollat e kafit në fytyrë, njollat e shtatzanis, po. Janë njolla që janë fiziologjike, që ndodhin nga ka një shfaqje ose një përhapje shumë të madhe në fytyrë, duhet të shqetësohen apo mjafton? Atëherë, njollat janë fiziologji. Dhe ne edhe kur pacientët nuk shkojnë në plazh, po bëjnë atë rrugën normale që shkojnë nga puna në shtëpi nga shtëpia në punë, dielli bie dhe normalisht i shfaq. Dhe ne rekomandojmë lyrjen me kremra mbrojtës. Por momenti që ti qëndron për një kohë më të gjatë në plazh, shanset për të pasur melazma janë më të mëdha dhe për të theksuar. Dhe sa më të theksuarat janë, aq më vështirësi ikin pas shtatzanis. Dhe pastaj fillojnë trajtime dermatologjike, vrap miku, më ngeli, pra sepse njeriu ngel shtatzan lind, por dhe imazhi është pjesë shumë e rëndësishme e jetës. Nuk do të thënë që të lindësh dhe të dalësh me pulla gjithë jetën se u tregove pa kujdesshme. Që kështu ne u rekomandoj pacientit përdorimin e kremrave me mbrojtje, por sigurisht mbajtjen e kapeleve me stre të madhe, me idenë që fytyra të zihet sa më pak nga dielli. Dhe sigurisht pacientet shtatzan janë paciente që mund të kenë dhe probleme të nishaneve. Dhe sigurisht ne themi lyeni nishanet, pra si çapin këshillat dermatologët për mbrojtjen e nishaneve gjatë pra pa qenë shtatzan, të njëjtën gjë u themi dhe pacientëve shtatzan. Lyeni trupin me krema plazhi, me mbrojtje. Dhe në vendet ku keni nishane, sigurisht me mbrojtje më të lartë. Doktoresha, ne jemi në fund të intervistës dhe do doja nga ju sërish një mesazh për gjithë gratë shtatzana në çdo periudhë të vitit, cila është një mesazh që ju do të ndanit sot me ata. E pa lidhur me plazhin kjo, thjesht mesazh i përgjithshëm. Në tërësi. Atëre, unë u them nënave, kujdesuni për veten tuaj. Pra detyra e parë e nënave apo grave shtatzan është të kujdesen për veten e tyre. Po ishin mirë për veten e tyre, automatikisht ne sigurojmë mirëqenie të vazhdueshme edhe për bebat. Pra, respekti për veten e tyre përkthehet në respekt për fëmijën që do lindi dhe për familjarët që kanë në shtëpi. Unë gjithmonë e them, dhe mua më thonë që ti je gjithmonë me partinë e grave doktoresha, prandaj mbron gjithmonë gratë, them që gruaja është shtylla e shtëpisë dhe sa më shëndet të mirë të ketë nëna, aq më mirëqenie ka gjithë familja. Shumë faleminderit doktoresha, ishte kënaqësi për gjithë informacionet dhe këshillat që ndat sot me ndjekësit tanë, veçanërisht për gratë shtatzana. Kënaqësia është e imja, do isha e kënaqur që të kisha ndihmuar sadopak me këto informacione, që mos të shkojnë më të trembura në plazh, edhe të kuptojnë që është një lloj normaliteti, siç e bëjnë njerëzit normal, e bëjnë dhe gratë shtatzana. Faleminderit dhe u miq që na ndoqët, bashkë do të shihemi në episodin e radhës. Deri atëherë, miru takofshi.